ka nisur zyrtarisht fushata e talljes me shqiptarët. Qyryk, gjysmak, autik. Por si ndjehen shqiptarët kur kryeministri i këtij vendi për 3 mandate, 12 vite, ja ka zhytur shqiptarëve, i thot po qyryk, gjysmak, autik. Dhe shqiptarët e duart trokasin dhe gëzojnë dhe votojnë. Po të njëjtin njeri, po gjysmakun vet. As me rrugët fare. Pa e përmen akoma jemi. O, po i qitë fare, as du me ditë fare për politikën dhe këtë. Pse? S'kam qef më valla. Fare nuk i dëgjon apo? I qitë. Nuk ka si gjë tjetër, veç ato japin. Ka filluar fushata, nuk vjen punë mu. Rame, ky tjetri. Shumë faleminderit për te, po as më punë fare mu ata. Pa i këngju që thot shqiptarëve janë qyryk, janë gjysmak. Pa i ndigjojme. I ndigjoj, e qa me thonë, pa ta merë njëri lavë më bazë. Nuk mërzitesh fare kur thonë? Mërzitesh sa dushi. Që do bëjmë? Do votoni ju? Po pa tjetër do votoj. Po normale që do votoj, pa s'tregohet vota. Nuk tregohet. Po. Jemi mirë, ë? Jetojmë. Jeton. Hajde. Zotri, si jeni? Si është këto fjalët e Ramës që thotë shqiptarët janë qyryk, gjysmak, autik? Si janë, si thotë? Shqiptarët thotë janë qyryk, gjysmak, autik. Ka filluar me ofendim shqiptarët. Po jo vetër ashtu. Po pse ofendon më po? Ja kena për borxhin e atij. Po la kemi ra ngushtë për shkak. Kena ra ngushtë, Sa i thotë këtë fjalë. Pse si ke ngjuar? Unë do të them 3 fjalë para. Thuaj 3 fjalë aty. Ktheu ke kamera. A ka i shikon, nuk jam nëse një partia pa. Ju keni gjysore që thoni. Ka që gojnë të pa kontrolluar, me sa dëgjoj unë si moshuar. Sa te mund të vijë mirë, bile, po unë duket sa gjalla që nuk më pëlqejnë si udhëheq shteti. Po, si ka mundësi, vetëm ty nuk pëlqen edhe. Shqiptarët e tjerë duart trokasin kur dëgjojnë këto fjalë. Më duket se ka filluar shumë njerëzit mos u pëlqejnë tash. Ka filluar, ë? Sepse na duket se kur është largu prinë shpak. Është largu. Për jesh kur thamë nga populli, se jemi dobësuar ekonomikisht, pensioni i dobët, dhe si që qëndrojmë, jemi moshuar me ilashe. Gjitha gjërat mira pozitive. 12 vjetë në pushtet, edhe më ka lanë 135 lekë, nuk mund të jetoj. Mu së më duhet partia në këtë mosh, më duhet kush më përmëton një gjaha për në 2-3 vjetë. Unë nuk jam ekonomist, po unë që ditim këto 2-3 vjetë të sëmonjës të Covidit, vdishën 2000 pleqë. Ose kur unë thamë që parajtitën e pleqët në kështë shpërda njëherë, edhe në du të alojmë tjerëve, duke më spjekin budgetin e shtetit, po më vje sikur se edhe paret e vdekve t'i ka hangër këj. Edhe më së pyet hiq. Si the ato 3 fjalët të bu? Urda? 3 fjalët. Ato 3 fjalët që the, do i them Ramës. Thuaj pra. Po si thaj fjalë humoristike herë të pësur e ka disë. A është më shumë humoriste për kryeministrin? Pa nuk e shkorë bre kryeministrit. Disa fjalë më duke se janë të pa kontrolluar për një kryeminist shteti. Ato 3 fjalë do e mendosh më gjatë. Imagjino ju keni qysh parë që thotë që do të them 3 fjalë për Edi Ramën dhe akoma s'po e thoni. Kurse ai nuk ka filter fare. Çfarë do të dëgjojë që vjen kokë? Fap, e nxjerr. Si ka mundsi? Njerëzit që kanë logjik, kanë një lloj. Unë nuk jam në vend. Nuk jam në vend atë kryeministër, po unë më vjen zor me ja kthye ata fjalë që thotë. 3 fjalë tjera, 3 fjalë tjera. Nuk mund të. T'ja them unë? Nuk mund t'i përdor. T'ja them unë? Do më lejosh t'ja them unë? Po ta gjoj ta them unë s'munem. Kështu? Ja thash për fjalët. Ja thash, në emrin tuaj. Ma dha të lejen, në emrin tuaj ja thash fjalët. Jo, mirë, po. Ashtu me dorë mund t'ja thoshe nu, po s'unë ja thërë, të ashtu se desha u. Po mirë, thuaj ti për, asun s'pasa në gudzim t'ja them, nuk pasa në gudzim t'ja them asuni. Nuk shofim të ashte, unë nuk po... Thash, unë nuk jam në asnjë partije në këtë mosh, jam 87 vjeç. Bravo qoftë që ashtu du t'jemi gjithë, du t'jemi as i parti. Nuk du t'jemi gjithmonë për atë çka është më mirë për këtë vend, dhe të shohim realitetin, vërtetën. Tani edhe nëse ka të mirë, ne du të kërkojmë për më mirë. Kjo është. Nuk du të kënaqemi. Berisha sot për sot, po afron më shumë popullit. Edhe aje që afron popullin, ato do t'jep.
për arsye se më duhet një pension në këtë moshë, më duhet një rrugë për djalin ose për nusen, më duhet një ullje dritash edhe një ullje ujë. Po. Nën mos u boshin të gjitha këto. Bëhet një të paktën. Dy më bo për këtyne që di unë, lecohem pak. Ky nuk po në thot gjatë, dhe më thanë, as njësoj premtimi, edhe kur i ka thanë, së një ka majtë. Zotëry, si ndjeni? Mirë. Mirë, jeni mirë? Jeni sigur që jeni mirë? Po, për çka shoh, po, nuk jam për mjek. A se ke menduar ndonjëherë që ti ndoshta kur je mirë të mendosh pak lloj për tjerë se ndoshta më gënjen mendja them që jam mirë dhe s'jam mirë. Po? Asnjëherë se ke fut veten në këtë lloj pozite që të mendosh? Vetëm kur më shku te mjeku se kam menduar tonë herë që jam mirë. Po, a ka pas raste që ti ke qenë më mirë se mjeku? Ka pas raste. Ka pas raste. Po. Po kur ju thot kryeministri për shembull që ju thot që shqiptarët janë çyryk, janë gjysmak, janë autik, kanë probleme, etj. Po, kjo janë fushat. Kështu thot ky, kështu thot ai. Po. Po. Po mirë, me shkuar deri në pikë me thonë që shqiptarët janë gjysmak. Sa vjeç je? Unë 31. 31. Emri Alben Brojkën e Sali Gëlmenin. Emri këtu në Tiranë. Emri lonën që shokon. E pove si bo një di Roma. Tiranën për 12 vjetë. Çe ka bu? Shilonën më, që cirojnë zështë, të kënoqër, Lanën, Tiranën, rrugën e Lebasadit, tëna. Lana, çfarë është Lana? Ja, Lana, me gjithë respektin që është lumi i Tiranës, respekt për emrin. Po, e mban si emër aty që të shënohet, diku në hartë thua që është Lana. Është një kanal i ujërave të zeza që ku ndërmon gjithmonë njerëzit kur kalojnë tek urat e Lanës në çdo degzim që ka, në çdo kryqëzim që ka, ikin me vrap njerëzit të çajnë hundët. E mamën këtë vend, qyrishte, sot Europian, shie, ata, çka bo njerë në Velia, shie. Ato shka bërë janë Velia për shes sot, është burg. Po që është burg o grabita në adim krejt populli. Po, shie sondazhin, që shka me dollë Tirana. Kush sondazh? Këtu. Sondazhi atyre njerëzve që shkojnë, gjën e Tiranën që thotë janë gjysmak, janë autike, kanë probleme, dorë trokasin, të çajnë duar, të bëjnë duar gjak. Po pse ka ton këtë votë? Pse ka ton këtë popull më rapa? Vota juaj vetëm me Athinën me rë. Po, ku ta marr? Me rë si doli, a thu me autobusa shkoj atje? E pesha ndoshin në Amerikës. Trumpit. Ku duol? Nuk bon. Thoni Realin. Po, kush është Reali? Për 12 vjetë, a shiti pikë gjoki. E di Roma. Shqiptarët pritën ditën për diell. Merë 97, merë vlorë. Një javë para disa ditësh kërciti arma zgjedhë sikur se autori, familja, hospital. Vritën në Amerikë. Cifrat e plumbave në përbarke, shkojnë në peronën dhe fasadat e spitaleve, vritën në Amerikë, dollin bëhen filma, gjithani, Hollywoodi, ngjarje që ndodhin në Shqipëri, i bëjnë filma. Nuk bën kjo politikë. Thonë ke koka prom, i sholla se ka bos zotë jam me morë Roma. Ju pëmbani kraun? Klenë në lahat, koka, shqit 11-12, notje. Nuk bën në këtë pasën që bën me bë popull, nuk bëhet popull. Populli ka idejnë vetë, nuk do të ma gjëkatë, se populli së kërkushi. Populli e gjëkatë që kërësu. Popullin e ka blerë. Me qka? Aja ka, po s'ka nevoj me blerë. Shimedja qka ka me dhonë. E vërtetësh edhe kjo, vërtetësh. Kjërë sheshin. E vërtetësh, ka dhe nga to media që... Kjërë sheshin, sa u vonë. Sa i bukur, shumë i bukur. Sa ndoshit e bojnë rrugë. Kur shumë me tingin e kur shumë tëna, këto. Këto i bojnë, nuk bënë kështu. Ju e një pensionist me qa merën? Me pensionist? Sa e keni pension? 220.000 lek. 220.000 lek. Qa profesioni keni pas? Unë kom punu me geologjinë. Me geologjinë? Po. Jeni knaqën me pensioni që keni? Që të ma boni këj para ordësi. Me marrë rritë mua pensionin me babo. Po këj më lanë këtë shkollë. Jeni knaqën me pensioni që keni? Po, shumë i knaqën. Knaqën? Po. Ju del? Kur shokit vend, kur shokit ndryshim, kur shokit bukuri, une jëmë te për i knaqën. Je knaqën? Po, qëri, garditele, qëri, qërëshon, Europione, shqyqfar bukurie. Kje kullër zëstallë, kje korre, të në kje bukuri kje. Atër populli me nënë gjykon, jesë kur jo. Sot ja më thani britni për ato, njështë britni për këto.
Po tjetër në gjë të bukur. Në gjë të bukur për jetën, prapë hapi çik sy mos. Jena duke pa errësirë komplet, errësirë, si ka mundësi, o njerëz. Dëgjoni, mbani vesh, dëgjoni. Shëshë njerëzit, qëtësi, qëre bukuria që është, lëgërite. Ne ka bo me polak mërë turizmin, mërë bregin e di. Po vinë gjithë huaj. Nomin këtu. Nomin, Po, dalim të ikja. Ka thonë Merkli. Gjithë kur të vëtën për jetë më të mirë. Nuk ikin nga... Kur ikin dete u mytën, qërsa në ka ikin? Se të më shko dhe jenë edhe yti. Ku të gjojnë, bëhet ma bukuri. Po, kështu ma jetë. Po, mund t'ikin 10, 100, 1000, po ka ike masive, pastaj, po qëfar ikin? Atë kalon të okën pa punua. Po, qëka t'la? Të okën e lëmë shotër ikin me romë këtu, ne gënjën e edhe me romë këtu. Kushe gënjën? Ne gënjën këj pari. Po, këj tjetëri dyti? Këj tjetëri, sa nuk bo... A nuk janë po bashkë ta, nuk është si kur kështu për shënë ta mendosh mi moment thush, ore, pujtë e si këto dy ndoshta mund t'jem bashkë. Gjajma një të ri, noje. Gjaj një të ri. Nuk ka fare të ri, si gjithë nuk kemi thonë të ri. Del Berisha 80 dhe sa vjeç të ktheja mu prapë. Del ky tjetëri që ofendon shqiptarë gjysmak, autike e tjerë, çfarë si thotë domethënë, gjithë zezët. Po këto dy do e mbajnë 35 vite, po ky mua bët hidhe prit njëri tjetrin. A do me të kalëzue funin. Roma lufton edhe për këtë mandat për me elon histori për veti, një, edhe me dalë Merkli dytë, edhe Erdogani. Këto me nënë edhe s'kam më fjallë. Pra Erdogani me Edi Ramën janë konë kush është më mirë, edhe e kalon pak Ramën, e kalon pak. Qa të thëmë? Nuk e qa thumë, del shpesh tu, se s'kam pas i ditën, për zotin dhe kisha ndryshu menime, nuk dhe ishe më kështu. Lulit jem ka qoj mesaj. Qoj mesaj, Lulo. Po Lulo, prizit dhe zhua? Me 12, fol me Ramën pak, o Rama ku këtë 13, fol me rësi me të 0% si as deputetin nuk me nëzirë. Luj flok me boj puç e del Bukurosh. Del Bukurosh, e? Përse? Mëse... Saj mëllë, që e ka i mëllë me rësia. Që e ka i mëllë. Kotë se... Do në thënë, po në thënë e gjotë bukur, për shumë, që po prezentonë Rama për mandatin e 4? Pse du ta muaj Rama prapra? Rama? Ka bo shumë gjonat bukur, e thedi. Edhe lullet ka fillu qelin më herë, që kur ka marrë Rama për herë parë mandatin? U thëmë, nuk lufton as për lek, as për kur gjaver me i qua këto punë në vendin që duhet. Mirë, falenderit. Ka njërë si pysin. Kone Berisha nuk pysin njëri i mirë. Mos me lënë pysin njërë si. Valoj, kur është autostradën. Po, autostrada, vetëm gropa ka. Gropa. Shkëm pak tura pa prusë. Shkëm pak. Po, gropa, bi njërës e të ti mrejnë për gropa. Aksidentës edhe të të për gropa. Ikëm baramëcur, kësyre baramëtur në sët, e kësyre për para, kësyre pak. Që shabo? Tuneli Murrizi, për shemë, për jetë e dy që njerëzit të dalin aty hapin ato dritare, dalin aty mojnë aja. Keni tërp me folë kështu. Jo, është bukur për zemun, është bukur. Unë për lëvdoj. Po të sash, i fjallë. Ka njerëz që ndalin njërë pasere. Po në thë që të bëj tjetër më busit, në fole vetëm për projekte që ka bo. Pse Rama du të marrë edhe mandatin e 4, se madje e sensionomi mandatin e 5 edhe 6, se 2030 e thotë dhe jemi në Europë, jo në Europë, në Amerikë. Po të ka të zëmjo, kur ta presin mos të me apin popullin, u shkojnë punë të eme. Sot me apin popullin... Se me qa punë mërë, nuk kem punë të atë ti. I që kem punë të Ramët nuk. Sot e më do... Ti esh atje vendin në rifugës, ti esh atje, pa fushat vaje me Rama. Kura kom po në Afrin, kura kom po në Milano, kura kom po në Kretë, ka i kap. Këta thonë një në shku me autobuza, po kura kom po me boton e duazëm në ta, po i dut na. Si kur që në këtuja që ka me dhonë diaspora. Ju ti kishin diaspora, kishin në Athinë ku ka shku Rama për bërëzirë? Po, me autobuza shkuam. Shku me autobuza në Shqipëria? Shku me atë me tingin në më. Po, Rame. Ma Rame si ke po që si vetja. Ja kështu mërë një tonë. Jo, unë kam fillu për Mësova, pak duke të gju. 12 notje me qëfar petke po del. Do ndryshojmë edhe këmisha, të veshin këmisha tjera të pastra, gjona, dhe jemi edhe bëheja të na ketë zilimet, të dalin gjithë të shtetet bashkuara të BE-s, të bashkimit Europian, do vinë gjithë Shqipëri më.
U jem konë... Italia do bëhet pjesë e Shqipërisë, e keni marrë vesh? Italia. Greqia do bëhet prapë pjesë e Shqipërisë, Ballkanit hapur. Tera. Gjithë Gjermania tani me krizën që ka, me këto sanksione që po vendos Trumpi, do vi këtu në Shqipëri, do bëhet pjesë, i komandoj gjithë Rama këto. Me Zvicërë, me Poloni, Ka gjë e mirë. Kjo është e mirë. Po, po. Sa e morën. Nuk ka më mirë. Nuk ka më mirë. Lere. Jeni kënaqur me pensionin? Ja, ta morëm me Si pension. gjë, s'do më ishte. Nuk do mos i gjë. Si gjë jemi në rregull, po ishte. Ka kemi i bë popullë. U i ka vetaj tera. I ka vet tera. I ka vetëra dhe për zotëri. I ka I vetëra. ka vet tera. Mushi çik menjën, mushi me e ke amanet. Jeni kënaqur, ë? Jo. I ka vet tera. I ka vet, po kafën që u dha. Jo, hulla. I ka vet. Nesër prapë se kam nevojë prapë. Mirë. As ka patur, as o ketë shtet. Po zotëria thotë që jemi mirë, thotë jemi mirë. Nuk do ka. japim Ramës prapë. Çi thotë, televizioni? Ne kanali Pisk në YouTube. Pisk, siç është puna, Pisk. Pisk. Zotëria thotë që nuk duhet flasim keq për Edi Ramën, thotë. Nuk duhet flasim jo vetëm për Edi Ramën, për politikën, nuk duhet flasim keq, nuk duhet ankohemi. Po s'ka, aja tha vet. Shife çfarë zhvillimi ka. Aja tha vet, ore. Çfarë tha? Jemi gjysmak thotë. Ai tha të burrat janë qyrik, tha. Po, jeni dakord me këtë? Ne Po, jo. komplimente të tilla s'kemi marrë ne. Ja, i ka marrë mendën tera i vetëm. I ka marrë tera Thotë mendën. që shqiptarë janë gjysmak, autik, çyrik, Ai si ndjeni. qyrik është për vete. Është për vete, por zotëria thotë jo. Po ju zotëri si mendoni? Si mendoni? A janë çyrik shqiptarë, gjysmak? Shqiptarët nuk janë asnjëherë çyryk. Shqiptarët janë të mençëm. A vërtet ata kanë marrë në dorë qeverinë, ka marrë ata kriminalat mrapa që i majnë, hanë, pinë, marrin gjithë pasuritë, gjithë atë. Thotë me populli është çyryk, ka drejtë të bëjë çyryk. Ka marrë gjithë pushtetet Po, ka përshtet se ne nuk grimi mlidhemi me njëri tjetrin, po ne shikojmë ta luftojmë njëri tjetrin. Pa. Nuk jemi të grumull, që ti djegim komplet mbrëm parlament, gjithë siç janë 140, asnjë më shpëtoj se një shpëtoj është fare keqe. Prapë ai tash prandaj. Po, do infektoj tjerët. do t'i zhduksh herë komplet Po si ka mbrëm. mundsi këto pjesa tjetër shqiptarëve që i dorë trokasin ata kur thotë. Po japin ai 5 lekë, janë grupet kriminale që i japin lekë njëri tjetrit. Po gjithë me një tjetrin, ne i kanë rregulluar pipzat ata me njëri tjetrin. Me arri vetë shumizat, ata t'japin ty qik, ti gjihesh me qik, pa fjalla vjen ti. Fjalla vjen, më sartë fare e fjallë. Po gjihen me pak me fjallë, me thesmill. Po qa është e thesmill? Thesmill mua mi mu vdes 5 ditë për para, se sa ta thesin ati. Qose do të them unë ty tani për shembull, jepja votën X-it. Do e hapësh ti? Jo, unë do shikoj vetë. Si e shef vetë? Kush është njeriu më i mirë? E shef vetë, pra arsyeton vetë. Po, arsyeton vetë. Vllai do të thotë për shembull vllai thotë, ore po Ore ti hiç vetë, asnjëri nuk është unë. Por dy punën thotë vllai, jam Ore hyrë më deshe në punë, s'kam punë fare. Ma bësi nder thotë vllai. Hiç s'ka vllai im thotë. Ore nuk bëjnë hiç der, unë shikoj interesat e mia ku në Levërdis për fëmijët e mi. Për fëmijët e mi. Si për shembull. Fjala unë desha njërin mia juaj të futen punë për shembull. Po desha njërin e mirë, unë që drejtoj pushtetin. Po. Që marroj shkollën e të vej tamam shkollë. Marrë një rast hipotetik, fëmia juaj mbaroi shkollën dhe ka nevojë të futen punë. I premtojnë një vend pune nëse i sjellin 5 vota. Nëse ju i çoni 5 vota, do pranoni? Ja. Që fëmijët hyn punë? Ja. Seriozisht e keni? Se për 5 vota unë ashtu, po pastaj çfarë do bëjmë për 4 vjet? Se të jap ka ato 5, unë ai prap do hyn tjetri, pastaj pilloj tosha. Hiç asnjëri, atje ku më takon të vetëm punën. Ai është shtet. Nuk është shtet me 5 vota, me thes mill marrin votat e tallet me mua, me popullin gjithë. Po. Ai që kupton, ai që s'kupton tani, hajde po japi. Po si është realiteti? Kuptojnë? Realiteti kjo është janë për çfarë? Janë për çfarë, na kanë për çfarë politika, Ja, për çfarë ata janë llogari ti. As 2 milion si jemi ne, 1 milion e sa kemi ngelur, 1 milion e 600 sa jemi. Domethënë 127 partia, 130 parti sa kanë vajtë deri tani. Më shumë se sa. Kurse ai Amerika, sa milion është Amerika? 300 Po sa është sa milion? 2 parti njihen. Po. Pse s'ka ai parti 120 sa parti? Nëse edhe ky po e çon drejtin një partie siç ka qenë kohën.
E ke pati si ky thot veç unë, thot jam veç unë gjitha ne. Po e këma beti që ana janë Si për çfarë? komunizmi, Janë ha? për çfarë? Si Ana janë komunizmi, për ma ke se komunizmi. Ma ke se komunizmi jemi? Komunizmi, po që unë komunist. E ke jetu? Fali kam jetuar dhe faktikisht u kam qenë. E di çdo ton komunist, antar partie. Ki qenë antar për ti? Prandaj flisin kaq bukur. Për çfarë? Si ka qenë atëherë në krahasim me sot? Çka ka më mirë sot domethënë? Asi gjë s'ka. Sot ka vetëm krime, vrasje, drejt, shetan, xhvatje pasurinë tate, gjithë popullit, shkatërroi gjithë fabrika, drejt shetan, materialet e komplete të ushtrisë, gjithë ushitën komplet. E ne më futin xhep të gjyshoj, armë hapën armën e gjë, hapën i vodhi populli. Siguri, këtu u flija unë. Ose unë Shkodër, se unë për ushtrinë në Shkodër, në përmosh. Veja në Shkodër, aty në shesh, vje çadën unë aty. Çka ka pas të keqe komunizmi që sot se duan? Komunizmi, faktikisht, ka patur, gjithë e ka pas, se ato spitale kanë qenë pa lekë. Edhe sot pa lekë. Po sot të rjep lëkurën e, po s'pa të lekë, aty nuk pas e vdek mua aty ti, as du të di fare. Pa tere, spitalet ishin pa lekë, gjitha. Ishin gjithi llojt në punë. Se unë kam qenë në vek drejtues, faktisht. Po gjithë mershin 5 lekë, që ishin shpit gjithë llojt. Nuk ishte pasurit, bodaj katet, lartë, gjithë. Ishin gjithë llojt, me fjalë. Vetëm to kishte ai që luftën e klasëve, e patë qikë theksume. Jo, ky ka që pas gjyshin këshu, jo më këto, të rëdhëverë dhe ishin canë kot. I boshim në vetë si po... Ose vërdo lufta e klasave? Po kjo ma keq, këta të vrasin fare. Vrasin, ha? Këtë zhduk, thotë, po ju prish qikë drejtimi, thotë, leka në sot dushë pasuria e popullit, do gjithë, po i dhim se lekë të ti, na ka i lekë, thotë, që krimi sot djetë më shumë si sa në kohën e komunizëm? Që, po, si s'ka? Tani o sheshit fare. Sheshit është. Për çfarë vranë ata? Mos dukem sikur jemi kështu që flasim veç keq për Shqipërinë, për shqiptarët. Nuk kanë gjë mirë sot. Për çfarë vranë ato në Pogradec atëre? Për çfarë vrave për Gërdeci? Për si ka emrin e harrova ti? Që vrave vajtë për gjujtur ai shkëti, ne është dukur. Pse? Se për të zbuluar, se ai ta zbulon të gjithë. Merresh edhe me konspiracione, Po. Merresh. Jo, po se aty e bashkë me Medinë, me ata, që ata. Armatimin. Vajte e vramën atje, është dukur. Pse është dukur? Nuk ka në gjë të mirë, në gjë pozitive sot në Shqipëri. Ja, unë për vete jo. Pse flet keq për vendin tonë? Po unë flas për qeverinë. Po ju flisni realitetin e po. Realitetin. Zotëria që ishte pak më parë, thotë që realiteti është ku merr mahalle. Ku merr mahalle, unë gjova. Gjova ti? Çfarë? Se më bën ose i bën. Qysh? Ku ka? S'ka garanci këtu kene, fare. Si ka mundësi që flasin njerëzit dhe shumë? Po, njerëzit me çfarë të them ne? Njerëzit, ajo që them unë është, se janë... Po, kjo është problemi, se Rama thotë është ajo që them unë, Berisha thotë... Janë gjyër... Kjo është ajo që them unë... Luguri ti firë, a i thotë unë jam demokraci. Qa demokraci është? Demokraci e në verë hoqa në jeti 25 vjetë. E në kuj pa qonë 25 vjetë, thotë jam unë vetëm unë. Po pse vetëm ajo plak 80 vjetë. Kush mendon se është më mirë sot për shembull? Në kush? Nga këto politikanë, partitë e reja, si shtatë ju janë 140 parti. Po. Kush? Që kush drejton, thotë ti? Kush mendon që ka t'i jepet mundësia? Berisha ka qenë, t'i japësh prapë. Për vete, jo se ashtu, unë faktikisht, më thash reale, unë jam, me ato jam. Kam qenë kodën e nuk e dërshoj, fakt. Po unë them drejten, jo se i kam, kush e di ata, jam të lidhur. Po unë them që Partia Demokratike ka ikur fare. Nuk ka asnjë kohë. Ky është shkatroj se thotë jam una thotë. Si komunizëm. Po pse po të ishte ashtu ai me tru për shembull, të ishte me tru, ai tak i mlidhe ata, ne thashë deri këtu kam arritur, kam drejtuar me lindë njëri që kishte ai të përgatitur joja, ta lindë aty detyrën i ri. Të ri. Ashtu drejtohesh partia. Lulin për shembull, ta kishte lënë Lulin. Lulin, e mirë që faktikisht i liri ai që dinat e 77 ngatrua ty morë gjithë ajo rrjedha e raportit. Ai filluan pastaj ne ata. Me bullizon. Si bullizon sot shqiptarë që do vjen çu. Pa dashën unë flasi një gabim ne. Lapsus emocion është. Anaj. Është shik me seder ka emoti emocion. Faktikisht nuk ka fare. Sa për fare. Hiç fare drejtues. Prandaj profitolle ky. Prandaj profitolle. Ai ka mbrapa ka gjithë moshat e vjetra. Ku ke ti garanci? Moshat e vjetra të hyn drejtues tani. Pse tani hyn drejtues?
Ai s'ka trupa, ai ka rreth truri. S'ka moj, ç'a të japin moj. Prandaj thotë edhe shu e qyryk. Ai e ka mirë se kuptojnë. Se kuptojmë ne po, ai thotë reale fakti. Çyryk. Kërcit mas atij do ai çyryk për vetë në vet. Ajo ka vetëm për vetë në vet. Pra? Ka nuk ka garanci. Po zotëri, unë të përshëndes. Falenderoj që na dhe një pasqyrë vërtet të realitetit se si e sheti. Si e sheti, është shumë për vetë, unë e shish. Pa ngjyresa, je afër shumë. Ka dalë të me falin për shprehjet, po janë reale. Kur s'kan kënë zotë të bëjnë një diçka të bukur në media, që quhet vlerë e vërtet. Kush? Sa për vërtet? Komunistët, sekretarët e partisë, ish figurimsat, edhe bëjnë si kompetent. Edhe na bëjnë njerëzit e mirë, njerëzit që po pështojmë situatën, që po japim shtys vendit. Ne i kemi pa, i kemi peshu miku im. Unë kam vite për misupe, e kam pa jetën, e kam peshuar në grusht. Disa nuk dojnë ta dinë, po s'na prishet pun hiq. Sepse e peshuam, e morem, të mirën dhe të keqen, e hang me, jo pak. Pikrisht nga ato mor që na shqiqin në ndikur, që na bëshin liderit e mëdhej. Po mirë, unë bëj pyetje, po ku shkojnë Francë? A shkonin ato të zgjedhurit të partisë, apo shkonin në tjerët? Po se Berisha, a shkoj atje? A ishte i zgjedhur nga partia? Po si u bë sekretar partia? Po mirë dikur në kuptimin e mirë, ne i kemi pak të gjëra, i kemi jetu. Si u prishin fabrikat e uzinat, me jetëm jashtë. Po pse? Rentabel një pjesë, edhe mund, po s'ishte, po një pjesë e madhe e tyre e kishin mundësinë ekonomike në lidhje e bashkëpunim me firmat të jetonin njerëzit, jo të rrinin thjesht në rrugë, të zhytur ku në skamje, në trishtim, ku në depresion. Pse pak depresion përjetuam ne, ky është populli. Duam realitetin, jo falsitetin. Na mbyten falsot. Po sot ku jetojmë? Në realitet apo në falsitet? Jo, sot ka përmirësime. Ka përmirësime. Jo se është në nivelet kohore europiane, por ne kemi përmirësime. A ka për të bërë punë disa fish më tepër? A duhet një klasë e madhe politike që janë aktual të largohen patjetër? Nuk i lëshojnë vendet. Po pse nuk i lëshojnë vendet? Po pse sikin vendet ata? Ku e kanë hallin? Të mielin se lopa e shtetit është plot. Ka qumër sa duash. Mos kanë edhe disa tjera? Çka? Të kamuflojnë ata që kanë bërë me vite. Po çkusur populli i thjesht. Po tamam çkusur kanë këto të rritë sotëm, ta vuajnë një gjë të tillë. Çka kanë normale të kanë ikë? Po e dim që kanë ikur, se kemi jetu ti i ri. Ti pak e merr vesh, kurse unë e di më mirë. Sepse e kam jetu miku jem, e kam jetu miku jem. Ja, kanë ardhur nga fshati në kuptimin e mirë, edhe vinë, edhe në sekond, pa fe kulturet, pa fe edukatet, vjene të hynë në bisedë, si naiv. Nuk dhe me thanë, të lutem, ka mundësi, mund të dëgjëdhër këtë bisedë, mund të marrë pjesë edhe unë. Mund të dëgjësh bisedë. Mirë po, disa bëjnë si kompetenti, si njerëzit kompetent. Që shqezimi që ta... Do bëjmë debat? Jo, debat me argumenta, jo debat se të zjemi njëri tjetrin. Debat. Zotëria është gazetar i njohur, bën shkrime, studime, analiza. Jo, i shqetësim tuaj se është afër realitetit. Kë nuk ka marrë kur, nuk e di. Jo, nuk di. Nuk ka marrë kur. Të pak vend S'ka lexu kur gazet. Jo, gazeti lexoj. Ke lexu, po. I lexon. Po. Na falish. Nuk kene diskutim. Ne ishim në intervistë. Merë mend se sa nivelit intelektual të regon, ja, shikoje, ky nivel intelektual, shikoje ta ndëgjoj dëgjuesit. Jo, pa e thjesht. Shive çfarë forcet. Jo, ishim lidhje direkte me satelitët, apo. Je me shumë humor, me pëlqen humori. Po këtë, pranaj po këtë punë ti me qenë nuk imi. Mu më ofendove ti, po. Ti më ofendove mu. Hine në intervistë të vol, edhe të më bë kompetenti. Me që më thonë falë se gabova. Edhe i bethinja. A nuk di ja. Edhe bethinja në kërë. Ne ti më qëke, ne ti më thinja. Ska gjo, thinjat janë... Tarabulok. Edhe i kanë në vlog. Në rëmët sa kompetent. Qa vlerash intelektuale kanë. Edhe t'hin biset, edhe jam i meqën. Se janë disa që
kur i shoh, ka mërë Jo, ju keni drejtë mënyra se si i konceptojnë marrëdhëniet janë çesharake. Edhe bën dëshë ai djalë që para, kujton se është demokrat i flakt, s'ka shkruar kur një artikull për demokracinë. Po ne që kena me 100 artikuj, që kena shkru qysh në fillim, kena shkru edhe në monizëm, gjana që quhen shkëndija të forta, jo për demokracinë, se nuk e njohshim shumë, por duke ka për problematika që quhen vëzhgime. Të bëjë një vëzhgim në monizëm, ka qenë, ishte ndrysh. Jo për të shitur mënd, po ishte realitet, se ishte problematik. Ka qenë shumë vështirë, Me Ka pas emocion fort. Ka pas emocion fort. Ishte vështirë, si ishte kurajo. Kurajo. Po janë gjithë shkëndija dhe është gjithë e brendshme. Kurajo, e cila kush të të kush jetë, që shkruti për bukën, kush s'ka thënë ty, nuk kena bukë sa dushme. Unë nuk thoshe se s'ka bukë. Po ishte problemi se cilësia mund të rregullohet në një pajisje me diçka të vogël, edhe mund ta kem më të mirë, më të bardhë, më të pastër, më të shijshme. Diçka shumë të rëndësishme që unë gjithmonë i mshoj. Po pjesën e saj që edhe sot, le ta pranojmë që jemi mirë. Po gjithmonë do të jemi në kërkim të mirës apo jo? Patjetër. Kjo është ajo që do të jemi gjithmonë oponent apo jo? Bravo. Kjo është pyetja më e bukur që bëra aty. Edhe është ulmi i bisedës. Ne duhet të ecim gjithnjëherë më përpara. Se edhe prindi me fëmijën e vet nuk është gjithmonë i kënaqur. Patjetër vlerëson, don, ka të vetën, por gjithmonë do më të mirë. Je tepër i qartë edhe tepër i saktë në pyetjen që bën. Po, ne kërkojmë të ecim përpara. Kemi shumë mangësitë të trashëguara. Po hajta përmirësojmë. Janë në një mas të jashtëzakonshme. Fakti që ai në mënyrë naive si kompetent edhe bërë kompetentin. Po sa janë që ai, sa duash. Kanë ardhur nga zona malore, kanë bërë shtëpia në qytet. Edhe po leje, po ne ka dhënë Berisha, si merret me Berisha. Kanë bërë vila 3-4 kaçe mund mes të pallateve. Po si bëhet aty? A ka një lloj konfrontimi? Unë jam banor i pallatit. Ngjitur me pallatin tim, vila 3 kaçe, 4 kaçe, jo tha që zotin s'ka me hangër buk. E bon dhe i? E ka bë. S'ka me hangër buk. Tashti unë jam me një dhomë kuzhinë, ose me 2 dhoma e kuzhinë, qytetari, që kam ardhur në Tiranë, kam blej shtëpi. Ndërsa ai ka ardhur me shtëpi pa leje, edhe me bën ligje. Pse? Kjo është demokracia, kjo është zhvillimi. Pra ne kemi shumë mangësi. Po sa është punuar për t'i përmirësuar këto? Apo është punuar për t'i çuar më Jo, pak. Më poshtë? Pak, t'jemi të sinqert. Nivelin. T'jemi të sinqert pak. Pse? Është i qëllim të niveli po është, jo. Janë të dyja bashk. Të dyja janë alternuar me vite. Ne që kemi shkuar vite dhe kemi kapur problematika të tilla, kemi kapur probleme të ndryshme. Edhe thotë politika. Pa Marti, jena na. Po si kam thënë ne ju. Unë nuk jam unë nuk jam në parti, nuk du. Duhet kapi një problem të drejtoj në asnjë mënyrë, me rileje e partisë. Pra partia për mi atë që quhet aftësi, që quhet ligj, që quhet rregull, që quhet shtet. Atje ka. E kupton? Janë tematika tepër të bukura, tepër delikate, edhe tepër shumë të jashtëzakonshme, të nevojshme të diskutohen. Duket falenderueshëm për kohën dhe për fjalët dhe tu hapet njerëzve koka, mendimi, zhvillimi, se ne kemi nevojë. Patjetër. Po kjo mendësia tjetër doja të ta trajtoja me ju për ta mbyll, duke vlerësuar shumë. Për këtë mendësinë që vazhdon akoma, a do më japësh mua votën, apo do më japësh mua se fëmia im do futet në punë atje, ose babi im do bëhet drejtor këtu, ose do mshtrohet rruga këtu. Është pra ky mentaliteti që thashun, sepse një pjesë e madhe drejt për drejt kanë kapur lekun, ku shkoi të lek? Kush e mori? Nuk morëm ne që ishim jashtë lojet, se na heqën nga puna, na nxorën jashtë. Kush i mori? Ata pra që i kishin, po kush ishin ata? Ishin njerëzit e bindur të pushtetit, njerëzit që i pagueshin nga shteti dikur. Edhe ishte sigurim se ajo pak, njerëzit e partisë tepër të saktë. Mirë vëlla, ato morën në lekun. Sot tallen me ne rrim, naiva. Pakisa komandon mbi shumicën. Ja djetë të këtojnë komente, se nga herë nuk do të themi të gjitha, se janë të rënda. Janë të rënda. Të falenderoj shumë. Janë i zgjuar për mos e thuj disa se janë të rënda.
se kanë shumë rrallë. Dihet. Pakisat që në vështirë. Po këtë fjalorin, s'ma the, këtë fjalorin që përdorin, do është... Po them, është... një fjalor tepër banal, tepër i ndyrë. A thua e përdorin me ato të familjeve të tyre, me njerëzit e tyre, në një dhe e përdor, se kanë vetë në tyre, e kanë gjakun, e kanë brumin, një pjesë. Një pjesë nuk e besoj. Nuk e besoj. Po pjesa tjetër pse do trokasim? Ne prap dolëm fal se bona i bie po përsëritë dalim. Janë po ata. Ne jemi. Po shumë e rëndë. Ne jemi shqiptarë. Shumë e rëndë. Ti quhesh shqiptar, ne jemi. Prandaj bota e ka parë Shqipërinë diçka si mes fëmijëve 10-13 vjeç i thotë futën në internet kërkoni për foton time që kanë dalë nudo para 20 vitesh. Prandaj bota ka pas luhatje shumë edhe ka taman ka luhatje me ne. Ka luhatje. Figura jo në vite është shkruar diçka me dyshime, duhet t'i themi. Respekti vazhdon, Dyshon nga historia që siç ka shkruar kene për ne? Dyshon jo, është parë me problematika, jo me dyshon, problematika, me probleme të jashtëzakonshme. Janë pa shumë gjana, janë pëshu, të pëshojnë. Shihet. Nuk është në ajo koha e fillimit. E 90-91-shit atë që ishin fillimet edhe nuk dishin njerëzit. Jeta për përshëm. Ciao. Përshnes. Je i mirë shumë. Keni shnet edhe zonë shnet, jeni mirë. Vjen mirë kur japim intervistat të një lloji. Patjetër. Do bëhemi ditë në studio. Ta bëjmë një studio. Patjetër, do bëhemi në ditë. Mirë? Një gjatë të bukur. Që ta bëj edhe unë se ka pas në internet. Ta bëj edhe ty diçka të bukur ju për disa që janë në të vërtetë ke parasysh serioze, do t'ju nxjerrë edhe ju, edhe disa që janë tepër të lodhura. Bravo. Përshëndes, jeni mirë. Inshallah në ish problem, se kur merr një lek ka lezet. Nuk kam e qish, nuk kam e lezet. Di me ti. Ma me kur thjede me çajupin, kandarin me ty isha. Me mu ki qenë bro? Osh, po ne më dhe ke hedhur në gjitha të variante. Po më i famshëm si çajupi vetë më. Ato njerëzit e kam mësuar prej teje që pas ka një poezi. Një kandari çajupi. Po një që lëviz busa ai është zërim. Ç'është ajo? Gjithani, ka përdorur edhe ndërkombëtarët e kanë përdorur, ke thonë aq bukur, realisht domethënë. Po është i qyr ti Ç'a temë ke sot? Flasim për këtë. Për kë? Fushatën, që i thotë shqiptarëve janë gjysmak, qyryk, autik. Po mirë po qyryk dhe unë qyryk jam. U tha burrave, nuk u tha grave. Perti grasë si më ndodhe. Se duhen gjithmonë me grave. E qesh grave. Duar trokasin në Po është i emancipuar, valla, është emancipuar. është burr me gratë, groja fort e madhe shoqërisë lëvizse. Unë kur kam qenë me rinina herë kur merr për emancipimin e gruas. Në Kurovë. Kam qenë komisar në Kurovë, mos ju, Jepja votën ti aty. Kuq? E Tiranës. Që gjatë. Jepja. Po këtë japun, si jap? Jepja. Po japa e si gjatë. Kush, ai del nudo. Ai del nudo, po mu I thot atyre nxënësve, nxënësve klasë 5, klasë 6 I thot, çka kapot ka ti. Unë kam bjetur nipin 3 vjeç me nudo. Me nudo. Në TikTok, çfarë pra ka parë ato në TikTok, më shohë vetë Tiranën. Tha që nuk ishte fëmijë, tha. Nuk ishte fëmijë. Ato gjithë fëmijë pa. Në Dibër I akuzoi burrat çyryk. I tha grave që burrat çyryk ato duar trokisin pa pik turpi. Gjysmë çyryk apo gjysmat e burrave çyryk? Gjysmat e burrave. Votoni kënetën thotë se ato janë si burrat autik. Burrat po, e vërtet. Burrat nuk e kanë problem po ti thotë Edi Rama çyryk. Po gratë që janë duar trokisin ato pa pik turpi. Janë pjesë e burrave, janë I kanë burrat, I kanë burra, I kanë vëllezër, I kanë baballar, I kanë gjysmë. Ai nuk është çyryk vetëm. Se s'ka mundësi. Ose shko thot se duhet trokitën grad. Ja, trokitën grad, ja. Jo, I thot mos votoni për kënetën, ju thot se ato janë si të smurët autik. Po mirë më ti. E din ato prindër që kanë ato fëmijë me spektër autik, e din ato se çeqin. Si akuzon ai nuk është baba në një radh parë. Ai nuk është baba, ai nuk është njeri. Ai nuk është njeri. Po, kërkojnë ndjes sot zotëri. Po jo, a di se bune, praktika e tij është ky ngreni shqetësim, krijon vetë problemin edhe pastaj thotë,
prit se unë ato e kam pikdove thot. Pastaj ishte metaforë. Ose thot Po gratë, se i mbiden gratë, pa Se mirë. lidhen gratë si ka pyetje zotëria, po është shumë e bukur kjo. klikoni Pse? në Google i thot para 15 vjetë se kam dalur nudo. Pa pikë tubri ose thot, unë jam martu thot gjithë ato herë. Ju i keni parë një herë atë, jo? E çi intereson popullit se sa herë është martu ai. Ai shkoi, ai nuk është për kryeminist, ai shkoi të mjekohet. Ai ka nevojë për Se duar trokisni ju gratë, se ju vdisni për to. Dhe i thot Saliu ti i rrjedhur. Po Saliu atë e ve, çfarë them unë ty e ve? Ku Saliu me atë? Saliu ka artikulacion, është i ditur, është i shkolluar, e studion gjithë ditën. Ose ironizon atë Kris Lasivita i thot magjistari Latif. Ai s'le njëri pa ofendu. Jo, thot, janë metafora, kërkon falje pasaj. Që ka shpende zgjuare. E se shini situatën politike tani. Situata? Pa ato metafora se kemi parë. Mi që ja kështu do vazhdoj me... Ai ka administratën gjithë mbas vetes, ma. Po ato administratës që punojnë, prindrit e tyre, sa lek marrin, sa rrog marrin, do shtoj pensione thon 2030-ën, ato jenë gjallë pensionistët deri në 2030. Çfarë na duhet kjo karta e Europës së burr, Ose pasaporta e thot karta Europës. Europës, gjithë kanë pasaport, karta e Europës. Po që të shkosh në Europë, duhet të kesh dinjitet radh parë, duhet të bësh reformat, edhe nuk të pranon Bashkimi Evropian me 100.000 lekë pension. Ngre xhaxhi edhe herë thot zotëria, të ngre xhaxhi. Nuk të pranon Bashkimi Evropian me 100.000 lekë pension. Duhet të xhaxhi thot zotëria. Xhaxhi, enveri që burr me tope i themin neve. Jo më të Këta duhet janë... popullit Edhe Rama, prandaj thot na shihni edhe herë E, nudo në nga që ka rregull, dalë me Ai tallet me popullin, ai tallet ma. Ai tallet. Se ka qenë më mirë Enver Hoxha thoni? Më mirë. Më mirë, më Po mirë. enveri që i qenë luftët me klasë. Ore, enveri ka vrarë. Ky të vret politikisht. Jo më jo, Enveri Driste. Saliu të vret pa gjyq. Ky të vret tamam politikisht. Saliu thot. Ja, Saliu ti merr. Ka vrarë sa. Piotropoj sa ka vrarë, po ikën. Shumë mirë ja ka bër. Jo, po ne. Po jo prap se flet ai budallalliqe. S'është e vërtet. Ne s'na intereson se kush fiton. Ne na intereson kush na ngre mirëqenien, kush punon për popullin, kush bën për popullin. Tu s'ke transport e kurorë s'ke. Ujë 4 orë s'ke. Ja, 15 vjeç. Rroga skandaloze, çmimet stratosfer. I kam shtu. Po më po ja ka shtu administratës. Po pensionistët i ka lënë për si lypsa rrugësh, për faqe zez. Edha bonus. Qa bonus më? Qa bonus më? Një era parë më që dha? Ne flasim për ato që bulizon popullin. Që thot, papi Turpi thot ishin metafora. Mbasi i thot, pa ai nuk ka bërë mirë, një gabim. Pa ai vazhdon. Në fillim thonte, e nisi me dajre. Pastaj shkoj me kazona me tenxhere. Pastaj me buf. Sa doli do tash i ka shku me këneta më çal. Po vetë çfarë është ai? Qarë është veta ime? Unë e njoh mirë më se kam pas komshime. Po si se njoh, me kam pas shtëpi. Nuk e Alqikondi mrapa e ka pas ai, unë e kam pas përpara. Unë e njoh mirë kush është ai ime. Moshatar jemi. Si është ai? Ç'është? Ai është spyti për fëmijën e vet. U interesu për fëmijën e vet kur vajti 13-14 vjeç. Kjo që thot çdo njeri ndoshta është i pasyre e brendshme e tij edhe ato tjetrit. Pa pikë Turpi trego popullit se sa gra ka pas, se sa herë jam martuar unë. Kam qenë nudo, aty isha dhe Ati isha dhe një herë. Pse s'del nudo prapë? Çfarë? Ska, nuk e përgjigjet më. Nuk e di. Si ka bulizon. Okej, ai në rregull. Ai është në rregull me vetë. Në habitatin e vet ku është ai që bën këndor. Ç'është ky popull budallami? Ai dhe vetët i ironizon, edhe vetët. Asaj si ka emrin asaj Spiropalit i tha Mamica. Nozit i tha e solla nga rruga. Pa i vet nga erdhi. Nga e solli Fatosna note. Nga rruga e solli. Piktor, qa piktori është ajme? Ato është garravinat që bën ai është i smur, i psiqik, duhet vizitohet. Pse njerëzit duhet trokasin? Po se janë si puna ati që fitoj Big Brotherin, cëp ignoranti fitoj Big Brotherin, dhe ky populli jashtë shuda. Pse ignorant ishte? Po ignorant ishte pa i klasë shkollë. Ignorant ishte, duke pas tirët me intelektuale, me a i s'dinda as artikulacion të foluri, as depat, as s'dinta i asgjë, 3 fjalë dinta i, u kry. Se ishit u zhgënjur shumë kur fitoi. Unë për vetën tim s'isha dakord që ta fitonte ai. Më fal për shpërndërjen, me brek gjithë ditën si ai majmuni, e ke pat majmunin që hidhet sa anë ikni? Shtëpi ishte, Si ishte shtëpi? Shtëpi edhe shtëpia më parë publike. Jo. Kasër me Luizin, po krasa ai Luizi ishte intelektual. Ishte i ditur me shkollë. Sa do i gjesi me Luizin? Çfarë fletime? Luizi ishte djalë ka studiue, ka qenë në Luksemburg, qa fletime, njëri i shkollum, njëri i ditur noter, qa fletime me shkolle, ishe i gjithave, ky ishi cop ignorant me klas 5. Këve vete ka thënë, kam qenë hik në shpia, 12 vjeç, kam net rrugve, kam pia shash, vetë thonte.
Ç'është ky popull kështu? Mirë, ma ky hiku më. Domethënë ky popull llogaritet ç'a populli është. Edhe llogaritet kur fiton që votojnë për një ignorant, duke pas aty alamet njerëzish me shkollë, me ç'a të them unë, me gjithë ato kualifikime, çka fitoj se për ignorant. Se kështu është populli. Po ti po e përkthen të që po njëjta gjë është paralelizmi Po, për edhe me Ramën. po, ja, si voton atë, do votojmë dhe për këtë. Po ti si do ja bësh? Unë se vetoj atë kurrë. Jo, si do ja bësh, si do ai qeverisë edhe për ty. Po një më çeverisë të bëjmë. Unë jam. Ç'a bëjmë tu? Populli duhet të ndëgjësohet. Jo më si do bashkëjetosh ti në këtë pjesë, në këtë realitet. Po ç'a do bëjmë? Unë ç'a do bëj vetëm unë? Të duhet ngrihet populli, ç'është ky popull kështu? Do të jesh gjithmonë në oponencë, do të jesh gjithmonë kundërshtare, do të jesh gjithmonë. Unë kam qenë dhe jam, unë flas realitetin. Kush e ka gabim, të mbledh i trut e kokës më. E bën gabimin, por nuk është se e bën një herë. Ai e ka bërë 10 herë, 5 herë, duke dall, duke shantazhu, duke bullizu. Ç'të them unë, ç'është shpik nga truni vet. Sa jesëm atë praktikën ai që të rreth të don, pra. Jo, ai duhet të mjekohet. Ai duhet të mjekohet. Se ato të PS si ka bë si dove, ai thot pa pikë turpi thot. Unë, se më ai profesion gjithë Shqipërinë. Po. Unë i bëra, ç'a bëri ai më? Unë i bëra thot. Pe dinë se hajnë darë dhe mas shpinës tij ai. Po pra, kështu thot ai. Unë deri dje e shante Dumanin tashi thot është burr. Zotni. Nuk jam Velien, kush e futi në burr? Përgjigjet për ato që ka vjedhur. Kush është më keq, Rën Veli apo Edi Rama? Po, ky nga një anë tjetër, ai nga një anë tjetër. Të dy, dy anë të medaljes, po njësoj. Njësoj. Të gjithë njësoj, nuk e di. Vetëm Sala është më mirë. Jo, nuk thash unë. Kush duket se rregullon vendin nga këto që janë? Kush ka programin më të mirë? Ai. Kush ka programin më të mirë? Ky e volli programin e PD-s. Kush ka programin më të mirë? Pastaj Berisha për pensionet, fat ky pension. Sa foli për rrogat, fat. Berisha e mori po i shkelte me këmbë. Tani Berisha. Pastaj Berisha është koalicion. Shkatroi Lulin apo Luli shkatroi PD-n? Po jo me Luli ishte. Ikaj. Profesor, përshëndetje. Respekte. Si je? Si të kam? Ç'a bën? Mirë. Si ndihesh sot? Mirë. Gjysmak, qyryk, autik, si ndihesh? I plot bë? I plot. S'mungoj jo. Nuk mungon asgjë. Pjesët janë në rregull. Po me kryeministrin. Po. Si keni punët kur e dëgjoni kur thotë për shembull që shqiptarët janë gjysmak, janë autik? Ndihemi mirë, me thon drejtën, sepse këto janë shprehje të vjetra, domethënë i ka kalu koha, domethënë sot janë kohë moderne dhe është pak e vjetër në si thënie me fjalë. Ndihemi pak kështu, domethënë pak të ngushtë me fjalë, nuk ndihemi rehat. Ngushtë. Po pse i përdor këto fjalë këtu? Çka ka ky? Është 10 vjet si i tillë, domethënë ka. Po ideja është që këto kanë qenë shprehje të kaluara dhe i kanë ngelur. Kaluar se ne kemi memorin e shkurtër dhe ka pasi përdor më parë. Po, më parë në kohën e komunizmit, edhe kanë ngelur si shprehje tash në kokën e personit. Edhe e çfryzon rastin edhe e përdor, them unë. Po si mundet, domethënë, okay, ai në rregull, sa ai e dim se kush është domethënë. Po një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk e dinë edhe si ka mundsi ky thotë jeni gjysmak, jeni çyryk, ne duhet trokasim. Po kjo është ideja që ai do me e përsëritet edhe shpreh në këtë kohë, po kjo nuk funksionon këtë kohë, domethënë është shumë e vjetër me fjalë, kupton? Sepse njerëzit kanë ecur përpara dhe shqiptarët janë racë zgjuar, nuk janë zgjuar, ëh? Janë të zgjuar sepse kanë qanë në botë dhe e kanë treguar veten. Kjo duket që kanë treguar veten që kanë zgjedhur Ramën për 3 herë, pritet ta zgjedhin për herë 4. Po, kjo zgjedhjet është tjetër, domethënë, pa do është mendsi në kokë, kuptoj, e individëve me fjalë që kanë mendsi e komunizmit, siç e thëti ai përdor prapë frazat e komunizmit dhe prapë mendësia vazhdon po të njëjtin komunist. Për instinkt me fjalë, më tepër, për instinkt. Po si është situatën politike? Fushata ka filluar prej ditësh. Vallai e shoh timet që bëjnë. Është intensive, është intensive dhe priten zhvillime të reja, domethënë. Çfarë zhvillime shet? Domethënë unë shoh zhvillime që do vend dorë dhe të hujet për my situatën, për me do ketë zhvillim nga jashtë për me. Ku do na vendorën? Po ke vendi jonë me fjalë, ke defektet që kemi ne, kemi brenda. Prandaj edhe ky po e thot her pas here që këto e përmend sepse i di që të vendoren edhe të tjerët. Jo, ai e di që do thon situata është 50-50 edhe kështu që do thon
do t'i japi një shtyrje përpara, mendoj unë, një shtyrje, por që situata është situatë, njerëzit po i vujnë kurriz problemat doon, populli po i vujnë Po anën tjetër se ky është kthy si mark, kupton, edhe mark shumë e keqe për shqiptarët, Edi Rama. Po pjesa tjetër, këto që kandidojnë opozitë dhe këto. Jo më opozitë, domethënë njerëzit janë pjesa tjetër është në opozitë, domethënë kanë mendim ndryshe, domethënë. Edhe i rrin atij mendimi. A mendon se do ta marrë për herë të katërt Edi Rama? Vallai, unë them mendimi im është se varet nga ndërkombëtarët, me fjalë. Ato e kanë dorë? Ato, sidomos sidomos amerikanët do jenë, do thonë për fatet e shqiptarëve do vendosin për fatet tona. Amerikanët do jenë vula. Pra, kjo le ta shohim në përgjithësi, do jetë përmirësim për ne kjo gjëja Po, ato të huajt e kanë sensin për mirë, për ne. Kështu që mendoj të huajt për ne ose këto shqiptarë. Ndihmojnë sepse kanë më përvojë, kanë më eksperiencë, e kanë kaluar Duan ta bëjnë të vend ato. Duan ta rregullojnë të vend. Ja ka lënë amanet dikush atyre se jo, shohin mendsinë e shqiptarit, do thënë disa njerëz që po ecin nëpër botë edhe. Çfarë intereson tuajve që të net na çojnë drejt zhvillimit? Po tuajt e kanë si ndjenjë të mbrëmshme me fjalë partiteti, domethënë që duan ta ndihmojnë një vend vogël me fjalë, kupton? Janë gjithmonë human, do thënë në sensin e asaj. Edhe mendoj që të shqiptarët e meritojnë këtë lloj ndihme. Ti plum gojë, inshallah qof kështu edhe inshallah po na e prek kështu po vend dorën. Do takohemi. Do jemi edhe këtu pas zgjedhjeve. Po, do takohemi pas zgjedhjeve, Respekte. Faleminderit, përshëndes.